Jemi rikthyer në studion e programit Familja 7, prezantojmë Royal Rangers, një program ku pjesëmarrësit përgatiten për jetën, jetojnë aventurën, forcojnë besimin dhe ndërtojnë miqësi. Në fakt është një program edukues ndërkombëtar për fëmijët dhe të rinjt nga mosha 6 deri në 17 vjeç, i njohur në më shumë se 100 vende të botës, Royal Rangers. Ka prekur jetët e 250.000 pjesëmarrësve. Në Shqipëri, në fakt, ky program drejtohet nga Nehemia Gateway Albania, që nga viti 2007, përveç grupit në Pogradec, janë themeluar dhe 2 grupe të tjera në Durrës edhe në Laç. Po prezantoj të ftuarit e mi, Anila Sinani, drejtuese kombëtare Royal Rangers Shqipëri, Ymer dhe Esterina Duka, drejtues të skuadrës kombëtare. Se na erdhët në studio. Mirë se të gjetëm edhe faleminderit që na dhatë mundësinë për të prezantuar programin Royal Rangers. Kënaqësi të jemi sërish këtu. Mirë se u gjetëm, është kënaqësi për ne. Njëherë dukeni kaq bukur me uniforma që keni veshur, megjithatë unë do të ndalem pak edhe tek temat që secila prej tyre përmban. Së pari unë po i drejtohem drejtuesës kombëtare të Royal Rangers, Anila. Anila, çfarë do thotë Royal Rangers? Cili është misioni dhe qëllimi? Royal Rangers unë do ta ndaj si fjalë, e marr nga Rangers, do të thotë mbrojtësi i natyrës, kurse Royal tregon për katësinë tonë ka shi Jezus Krishti, i cili është mbreti i mbretërve. E përmbledhur si skuadra e mbretit të mbretërve. Si program ka lindur në 1962 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga Johnny Barnes. Ai ishte një pastor edhe vuri re që në kishën e tij të rinj fëmijë gjithmonë po largoheshin dhe kishin një mungesë leadershipi. I frymëzuar pak dhe nga skautistët, ai vendosi që të formonte një program siç është Royal Rangers sot. Dhe programi, ideja ishte që të ishte një program që fëmijët dhe të rinjt edukoheshin sipas vlerave biblike, që në moshë të re, ne e dimë shumë mirë se si është edukosh brezin e ri. Duke edukuar brezin e ri, ti ndërton të nesërmen, ndërton familjen e së nesërmes, shoqërinë e së nesërmes, kishën e së nesërmes, prandaj rëndësia ishte shumë e madhe që të punoje me brezin e ri, fëmijët dhe të rinjt. Njëkohësisht programi ndikon duke na formuar një lider me integritet për të ardhmen. Lider jo vetëm për kishën, po lider dhe për familjen dhe për komunitetin e tyre. Programi është një program që të forcon ti karakterin, domethënë që fëmijët nëpërmjet programit formojnë një karakter të krishterë, dhe është një program me kaq shumë sfida dhe aventura. Le të themi që të rinë në ditët e sotme, ata kërkojnë të argëtohen, të kënaqen, kërkojnë që të sfidohen dhe ky programi Royal Rangers e shpreh më së miri një gjë të tillë. Brenda një kuadri, domethënë një mjedisi të shëndetshëm, mjedisi të krishterë. Mirë, përpara se të fillojmë edhe me ca detaje të tjera të këtij projekti, të këtij programi, më tregoni një personalisht si ka qenë kjo eksperiencë për ty si drejtuese të punosh për këtë projekt. Faktikisht, përpara se të isha pjesë e programit, kam qenë në një konferencë në Gjermani dhe gjithë ata që na shërbenin aty kanë qenë të gjithë të veshura me uniformë bukur, ndoshta jo me këtë shamin, sepse kjo ka të bëjë lidhje edhe me kombin nga jemi, ne kemi kuqezi se jemi shqiptar. Ata e kishin vendosur një shami ndërkombëtare blu dhe të verdhë, edhe më kanë bërë kaq shumë përshtypje, se si shërbenin dhe se si ishin në unitet shumë me njëri tjetrin. Dhe kam thënë, unë dua të jem pjesë e kësaj gjëje. Domethënë deri në atë kohë kam qenë drejtuese e fëmijëve në kishën time në Gjirokastër, dhe pastaj u kam lëvizur nga Gjirokastra në Pogradec, më është prezantuar ky program, jam sfiduar në fillim, se me thënë të drejtën, kam marrë direkt në pjesë në një kamp trajnimi dhe shumicën e gjërave nuk dija fare, për shembull nuk dija të ndërtoja çadër, më falni, as të prija drut me sapat nuk dija. Po me kalimin e kohës jam bërë eksperte në këtë drejtim. Pra shiko, nisi gjithçka në atë konferencë jashtë, që ti kishe një dëshirë zemre. Po, dhe thash, sa bukur ja vlen që të punosh me të rinjt dhe ti shikosh në këtë drejtim gati për të shërbyer. Ata ishin 15-16 vjeçare dhe ishin drejtues në këtë shërbes, po tamam me integritet. Më kupton? Neve na dukeshin të vegjël që të vendosin fëmijët të shërbenin në ato moshë. Po, pastaj kur kam filluar me programin, kam parë edhe fëmijët që u japin përgjegjësi që të vegjël fare dhe shikojnë se si ata vërtet mund ta mbajnë një përgjegjësi të caktuar. Po për ju, Ymer dhe Esterina? Për mua ka qenë eksperienca e parë në 2008, edhe ishte për herë parë që shkoja në një kamp Royal Rangers. Aty kam shkuar për të bërë trajnimin si drejtues, moshën 18 vjeç, dhe ishte diçka, domethënë, që më përshtas dhe mua nga ana praktike, edhe më pëlqen kjo gjë, domethënë natyra,
ose çadrat jashtë në natyrë, ndezja e zjarrit jashtë, duke ndetur me njëri tjetrin, por mbi të gjitha duke patur këtë miqësi me njëri tjetrin dhe duke folur për Krishtin, për treguar dashurinë e Zotit së bashku. Domethënë dhe kjo ishte një eksperiencë që unë doja ta vazhdoja më tej. Po, pra aty tek trajnimi, aty u ndez dhe dëshira jote për qenë pjesë për të drejtuar një skuadër të tillë. Po. Dhe Esterina? Kurse për mua, nga që unë i vlerësoj shumë marrëdhëniet me njerëzit, edhe Royal Rangers realisht ta ofron këtë mundësi, sepse e fuqizon jashtëmase shumë shoqërinë ose punën në skuadër. Edhe unë kisha shumë pasion këtë gjë që të ndërlidhesha me njerëzit, me fëmijët, me adoleshentët. Edhe kjo më ka futur shumë thellë në këtë gjë dhe ja kam arritur. Po, dhe ju bashkë si çift e njëjta dëshirë apo jo? Nuk ndajeni në projekte. Lavdi Zotit. Anila, çfarë ndikimi ka tek pjesëmarrësit ky program? Atëherë Zoti na ka krijuar me një trup, me një fizik, me një mendje, me një frymë, edhe gjithashtu na ka krijuar që të jemi social me të tjerë. Që në fillim fare të Biblës ne lexojmë nuk është mirë që njeriu të jetë vetëm. Tani shumica njerëzve marrin këtë në aspektin bashkëshortor, megjithatë kjo ka të bëjë të gjithë njerëzit, askush nuk është krijuar që të jetë vetëm. Dhe programi Royal Rangers mundohet të ndikoj fëmijët në të këto fusha të rritjes, pra fizik, mendje, frymë edhe gjithashtu nga ana sociale. Këtë mund ta tregoj pak a shumë edhe emblema që ne kemi në uniformën tonë. Po. Kjo tregon pak a shumë se ku përfshihet puna jonë. Për shembull, ne rritemi në fizik, do me thënë edhe mundohemi të sfidojmë pjesëmarrësit nga ana fizike, nëpërmjet udhëtimeve, nëpërmjet ekskursioneve në natyrë, trajnimeve në natyrë, se kemi ca trajnime specifike që do flasim më vonë. Për shembull, kemi bërë aktivitete vetëm me biçikleta rreth rrotull liçenit të Ohrit për shembull, ose kampet me çadra. Gjitha këto të sfidojnë fizikisht. Pastaj nga ana mendore ne tek fëmijët gjithmonë ne mundohemi që të mësojmë atyre gjëra të reja, gjëra që mund duhen për jetën e përditshme. Si për shembull si t'japim ndihmën e parë. Që nga fëmijët e vegjël, për shembull nëse me fëmijët e vegjël ne mësojmë si të vendosin një leukoplast, me të rinj gjëra pak më specifike, si të përdorin veglat e punës, duke filluar që nga thika, sopata, ato që përdorim ne në kampe kur çajm ndruse duhet bëjmë patjetër zjarr, si të ndërtojmë një zjarr në vend të sigurt që kur e ndërtojmë në natyrë mos na dalë jashtë kontrollit, të njohim natyrën, cilat janë bimët që përdoren ose drut që përdoren për zjarrit, cilat janë ato që konsumojnë në natyrë, cilat janë bimër mjekësore, cilat janë ato helmuese. Gjitha këto, domethënë, janë të rëndësishme. Plus pasaj edhe gjëra të tjera, qoftë edhe si të rregullojmë biçikletën. Kemi bërë një trajnim vetëm për biçikletën. Shumë interesante. Ju keni një program që e zbatoni, për shembull, për gjatë gjithë vitit apo jo? Po, kemi një program. Gjithashtu flasim edhe nga ana frymërore. Ne në qendër të mësimeve tona është gjithmonë Krishti. Gjitha mësimet tonë ne i bazojmë pikërisht te Bibla. Pra në mësimin e të vërtetave biblike. Në mësimin e të vërtetave biblike, Ymeri do flasi më në detaj në lidhje me këtë gjë. Për shembull, ne mësojmë 4 të vërteta themelore të Biblës, që është për shembull shpëtimi, Jezusi shpëton, Jezusi shëron, Jezusi na ka dhënë frymën e shenjtë dhe Jezusi do të kthehet sërish. Dhe pastaj edhe nga ana sociale, në grupet tona, takimet tona, ne i ndajmë fëmijët në skuadra. Që në moshë të vogël madje, ata marrin dhe përgjegjësi të caktuara, për shembull si të jenë drejtuesi i grupit, apo ndihmësi, me qëllim që ata mësojnë me përgjegjësi që në moshë të vogël, që mos duket drejtuesi sa punë e vështirë që është, jo nuk dua ta bëj. Domethënë ata mësojnë pak nga pak duke u dhënë përgjegjësi. Po, shumë interesante. Më tregoni pak tani për uniformat që keni veshur. Sa herë që jeni me të rinjt, me fëmijët, ju i mbani uniformat. Kjo është pjesë e identitetit tonë, edhe uniforma tregon që ne jemi gjithë barabartë përpara Perëndisë. Prandaj kemi njësoj, një ngjyrë. Dhe kjo uniformë është faktikisht në gjithë botën, është ndërkombëtare. Ndërkombëtare. Çfarë na bën të veçantë me kombet e tjera është kjo ngjyra, secili i ka ngjyrat sipas flamurit, kombit të tij. Dhe ne i kemi kuqezi. Kuqezi, po shoh që edhe skemat i keni të ndryshme. Tani i ndryshoni sa herë që keni një projekt. Tani skemat tregojnë, stampat, stampat tregojnë së pari ku janë rritjen tënde me trajnimet. Po. Edhe së dyti cili ka qenë kampi i fundit që ke marrë pjesë. Po, dhe janë lëvizëse, ngjiten këto dhe jo, këto qepen, secili duhet i qepi vetë në uniformën e tij. Pas keni edhe punë për t'i qepur. Po. Për shembull, tek ana domethënë e djathta ime tregon çfarë trajnimi kemi bërë. Ymeri
më duket se Ymeri Jete, më fal, Esteina është ka një National Training Camp, ose në Shqip kam trajnues kombëtar. Ymeri është kam trajnimi në ecje, sepse edhe këto janë faza të ndryshme të trajnimit, dhe unë jam në një kam trajnimi kombëtar, po të avancuar. Kurse këto janë kampet e fundit, sepse në çdo kamp që ne bëjmë, brenda dhe jashtë gjithmonë marrim një stamp edhe qepim pastaj në uniformën tonë. Dhe kjo ndrohet më shpesh. Sepse kampet me fëmijë kemi më të shpeshta. Më tregoni pak më të zgjeruar ku konsiston mësimi të vërtetave biblike. Ashtu si e preku dhe Anila që studimet e Biblës, domethënë fokusohen te 4 vërteta themelore të kishës, të cilët ajo i përmendi tek emblema, jo pa qëllim janë këto hyjet edhe kanë një lloj kuptimi për ne. Anila përmendi 4 cepat e artë, ndërsa unë do përmendja 4 cepat e kuq, që janë 4 vërteta themelore të kishës, që Jezusi ka sjell shpëtimin, shërimin, frymën e shenjtë dhe ne si kishë presim ardhjen e Krishtit. Dhe këta i mundohemi t'i tregojmë fëmijëve, domethënë dhe bazohemi në këto të vërteta themelore të kishës. Njëkohësisht ne i mësojmë fëmijët për karakterin, se si ata duhet të jenë në Krishtin. Dhe në fakt shumë mirë flet edhe emblema që është me cepat blu, dhe janë 8 rregulla të Royal Rangers, që tregon që një Royal Rangers duhet të jetë vigjilent, i pastër, i ndershëm, trim, besnik, i sjellshëm, i bindur dhe frymëror. Vigjilent do të thotë vigjilent shpirtërisht, fizikisht edhe mendrisht. I pastër fizikisht, në mendime edhe në të folur. Që do të thotë ne i mësojmë fëmijët të lajnë pjatat kur ata vetë gatuajnë, mos t'i lënë ashtu, edhe në mendime, domethënë që në mendime ne të kemi mendime të pastra, por edhe e folura jon me njëri tjetrin, domethënë të jemi të pastër në të folur, të ndershëm që nuk gënjejmë, nuk vjedhim ose nuk tralltojmë, edhe kjo flitet kur jemi në kampe, që ne jemi një skuadër, jemi një familje, edhe karakteri tjetër është që jemi trim, që ndrojmë trima. Domethënë trim nuk do të thotë që ti je cubi, je më i forti apo i dominon mbi të tjerët, por trim, unë i shpjegoj shumë herë djemve, i them trim është ai që pranon gabimin dhe thotë po unë e kam bërë. Ky është një trim që del përpara dhe nuk ka frikë. Edhe është në kritika ose në rreziqe, ne kemi shumë aktivitete në Royal Rangers, edhe i inkurajojnë fëmijët që qoftë me alpinizëm, në ecje apo ngjitje militare, ata të mos kenë frikë, mos dorëzohen, sepse edhe siguria është e plotë, ne sigurojmë mirë që fëmijët jenë të sigurt kur kanë një aktivitet, por që ata të largojnë frikën. Gjithashtu të jemi besnik ndaj familjes, ndaj kishës, fisit edhe shokëve që kemi përreth. Të sjellshëm, kemi një sjellje të mirë, të jemi të kujdesshëm, edhe zemër gjerë me njëri tjetrin. Të bindur përpara Zotit, ndaj Zotit, para prindreve dhe drejtuesve. Dhe e fundit që është frymëror, që një Royal Rangers duhet lutet, të lexoj Biblën, të dëshmoj për Jezus Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin e tij. Shumë bekim. Më trego pak Anila, grupet janë të ndara sipas moshës. Ndërkohë grupet janë aktiv të Royal Rangers aktualisht në Pogradec edhe në Durrës, pra kur i keni takimet? Takimet ne i kemi të përjapshme. Domethënë unë faktikisht nga që kam shumë grupe në Rindam dhe kemi pothuajse takim çdo ditë. Pothuajse çdo ditë në Pogradec. Në Pogradec, po. Se kemi edhe një numër të madh fëmijësh që kanë aplikuar për Rangers, një pjesë të prindërve e mbështesin një gjë të tillë. Po. E marrim leje nga prindërit para se të aplikojnë programin. Patjetër, ha. Bëhen pjesë e programit. Grupet e Rangers i kemi ndajmë në 4 grupe moshash që janë fillestarët, sepse ata kanë kërkesa të ndryshme. S'mund të japësh një program për grup mosha të saktuara. Tjetër nevoja ka një fëmijë që është 7-8 vjeç, tjetër nevoja ka një që është 17 vjeç. Dhe 7-8 vjeçët janë ata që s'kan shumë vëmendje, i pëlqen shumë të mësojnë nëpërmjet lojës, prandaj ne në programin këtu e fokusojmë nëpërmjet këtyre gjërave, domethënë që ata të mësojnë aftësi motorike dhe shoqërore. Pastaj për informatorët që të ndryshe ata duan të imitojnë. Është mosha më e mirë për të formuar karakterin e tyre, janë shumë të mirë për drama, janë të shkëlqyer
I pëlqen pak sfida, po jo deri në rast kapitje. Prandaj me këta neve zhvillojmë aktivitete të vogla në natyrë, shëtitje të vogla, edhe është mosha ku ata mund të marrin pjesë qoftë në aktivitete kombëtare, qoftë në aktivitete ndërkombëtare. Sepse fëmijët e vegjël e kanë çik të vështirë ata shkëputje nga prindrit. Pastaj 12 e 14 vjeçarët kemi udhës zbuluesit, me këta ne zhvillojmë aktivitete pak më sfiduese, për shembull, nëse me informatorë thjesht një shëtitje, me udhër zbuluesit ne zhvillojmë aktivitete siç thash në rastin e mëparshëm që përmenda, një udhëtim rreth rrotull liçenit të Ohrit, që është vetëm një shembull, me bicikleta dhe ata me pajisje me vete. Dhe pastaj për mbi 15 deri në 17 vjeç, ata kanë trajnimet e tyre, që është trajnimi i drejtuesve për të rinj, drejtuesve për të rinj, që ata fillojnë dhe marrin pak përgjegjësi. Ata bëjnë pak a shumë si kolegët e tu, sepse marrin përgjegjësi e mbajnë përgjegjësinë bashkë. Dhe sa zgjat një takim për shembull, çdo ditë që mblidheni, 1 orë, 2 orë, si funksionon? Shiko, takimet janë të ndryshme. Për shkak të kohës, neve bëjmë takimin vetëm 1 orë. Megjithatë, kemi edhe takime postës së ofisit, ku nuk kemi vetëm një grup, por kemi të gjitha grupet bashkë. Edhe këto takimet normalisht zgjasin 2 deri në 3 orë. 2 deri në 3 orë. Sepse kemi shumë gjëra, shumë aktivitete në natyrë. Domethënë, në mësime që ne zhvillojmë, i kemi në 4 faza. Unë për shembull tregoj për dimën e parë dhe ti shikon. Pastaj është faza e parë. Faza e dytë është unë tregoj, demonstroj, ti ndihmon. Faza e tretë është ti demonstron tashmë, sepse unë ta kaloj ty përgjegjësinë, edhe unë të ndihmoj, dhe faza e katërt është unë vetëm shikoj, ti e bën gjithçka vetë. Në këtë mënyrë domethënë ne mësojmë fëmijët në praktikë. Hap pas hapi. Hap pas hapi. Dhe si e keni bashkëpunimin edhe me skuadrat e tjera ndërkombëtare? Sterina? Por ne faktikisht kemi shpesh herë trajnime të ndryshme, përveç se ato që kemi brenda fisit, ne kemi dhe trajnimin e NTC-s, National Training Camp, ose kampe trajnuese për të rinjt, kur ata arrin në një moshë madhore, dhe shpesh herë ne i bëjmë këto takime, këto trajnime bashk, edhe të rinjve dhe NTC-n, ne i bëjmë bashk këto dhe në këtë formë ne arrimi mblidhemi si të treja fiset që jemi dhe bëjmë këtë trajnim për t'i rritur këta të rinj tashme. Sepse i kemi marrë nga mosha 15 vjeç, ju kemi mësuar përgjegjësi të vogla, por tani kalojnë në një fazë ku ata do të marrin përgjegjësi më të mëdha, sepse faktikisht ne siguria e fëmijëve për ne është shumë e rëndësishme, se kemi fëmijë më shumë. Për këtë arsye, këtyre të rinjve, në këto kampe që i bëjmë të përbashkëta, këto trajnime, atyre ne nuk ju mësojmë vetëm ngritjen e çadrave, ngritjen e zjarrit, si të gatuajmë në grup, për busullën, ose trajnime praktike, por ju mësojmë atyre dhe metodologjinë anës frymërore, se si ata të punojnë me këta fëmijë, se si ata të sillen në një shërbes, edhe të jenë përgjegjës. Dhe në këto kampe trajnimin ne i bëjmë gjithmonë bashkë. Kampet i organizoni këtu apo ju keni pasur edhe keni dalur dhe jashtë Shqipërisë? Jo, dua të sqaroj pak lidhje me këtë gjë kampi. Programi Raw Ranger është një program i centralizuar. Domethënë është brenda një strukture botërore, pastaj kontinentale, që kemi këtë strukturën brenda Europës, sepse thamë është përfshirë brenda gjithë në vendet e Europës dhe gjithashtu edhe brenda Shqipërisë. Dhe kur është centralizuar, komunikimi është më i mirë, edhe bashkëpunimet janë më të shumta. Siç kemi neve organizimin brenda Shqipërisë, kemi dhe organizimin qoftë në Ballkan, qoftë në Europë. Edhe ky organizimi bën që shpesh ne të bëjmë gjëra së bashku. Bëni gjëra së bashku. Estina foli për kampe trajnuese kombëtare që ne tashmë i zhvillojmë brenda Shqipërisë, por kemi edhe kampe trajnuese që neve i zhvillojmë jashtë Shqipërisë. Për shembull, unë shpjegova pak më parë për këtë stambe që ishte Meri, që është kamp trajnimi në lëvizje. Ne shpesh herë nga që ndërmjet vendeve të Ballkanit kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Dhe pse ndodh kjo gjë? Për arsye se jo të gjithë jemi ekspert. Domethënë, nëse do bësh një trajnim në vendin tënd, duhet të kesh një skuadër të mirë trajnuar për të gjë. Dhe duke qenë se mungesa nuk është vetëm e jone, apo gjithë vendeve të Ballkanit, lind nevoja që shpesh ne të zhvillojmë trajnime së bashku. Edhe këtë vit kemi për të pasur një kamp trajnimi kombëtar në Pogradec, në bashkëpunim me një grup nga Zvicra. Dhe gjithashtu në shtator kemi të pasur një kamp trajnimi
në lëvizje me një grup trajnerësh nga Rumania edhe pjesëmarrë do ketë shqiptar dhe maqedonas. Diçka fantastike. Fantastike, Na shumë duket bekim. pavarësisht ndryshimeve, qoftë gjua, qoftë kultura, qoftë vendeve, prapë kur mblidhemi bashkë kemi një familje. Po. Ymer, si lini këto mësimet me jetën e përditshme, se shoh që na ke marrë dhe një busull me vete. Në fakt, ne lidhim mësimet në gjërat praktike. Kur shkojmë në fëmijët në mal, për shembull, edhe bëjmë një ecje të gjatë, ashtu si Anila tha që unë kam mbaruar për ecje në mal, domethënë kam mbaruar këtë NTC-n apo NTT. Dhe kjo ishte një eksperiencë e bukur për ne. Ishim në një mal të Serbisë dhe nuk dinim ku do shkonim, thjesht kishim një art, atëherë nuk ishte GPS në atë kohë, por që u orientonin nëpërmjet busullës dhe të shkonin në pikën ku duhet arrinim. Edhe kjo ne lidhim me fjalën e Perëndis që ashtu si busulla na orienton në vendin e dur ku ne duhet shkojmë, ashtu dhe fjala e Zotit na orienton ne jetën tonë se si duhet të ecim për të gjetur të vërtetën, për të gjetur shpëtimin, për të gjetur rrugën. Edhe Bibla është busulla jon gjatë gjithë jetës deri në fund të jetës sonë. Dhe këtë e lidhim si mësim me fëmijët. Gjithashtu përdorim qoftë edhe litarët, ka marrë një litar si simbol, edhe litarët ne si Rangers na duhet, qoftë në ngjitje në mal apo qoftë për të lidhur çadrat me njëri tjetrin, për të ngulur kunjat, edhe litarë për të lidhur me njëri tjetrin, për të tresh njëri tjetrin. Unë kam marrë 3 litarë që janë të ndryshëm, edhe ashtu dhe si çdo njëri për nesh, jemi 3 persona këtu, kemi karaktere të ndryshme, por me një qëllim. Edhe ajo çfarë na lidh ne është marrëdhënia jonë me Perëndin. Kur ne kemi këtë lidhje me Perëndin, gjithë secili për nesh, domethënë tregon ashtu siç përmenda pak më parë që ne lutemi, lexojmë Biblën, kemi këtë marrëdhënie të ngushtë me Perëndin, gjithë secili për nesh kalon një kohë marrëdhënie me Perëndin, edhe kur ne kemi këtë kohë me njëri tjetrin, është shumë e lehtë pastaj për të pranuar karakterin e njëri tjetrit, sepse nga natyra jon ne si njerëz jemi mëkatarë, por është Krishti ai që na forcon. Thash pak më parë që gjithë secili për nesh ka një karakter të ndryshëm, edhe ajo çfarë na lidh ne, domethënë këtu janë 3 raste, por nëse ne jemi me Krishtin dhe kemi një lidhje me Krishtin së bashku, atëherë ne jemi një në Krishtin. Edhe kjo tregon lidhja jone e përsosur me Perëndin deri në përjetësi. Është Krishti që na ka lidhur sot edhe në përjetësi. Edhe është një rreth që askush nuk mund të hyjë përveç se nëse ne e lejojmë. Edhe këto janë mësime praktike që ne bëjmë me fëmijët. Qoftë edhe kjo kunja është tek Isaia 54 vargu 2 dhe 3, që thotë zgjeroni tendën tuaj. Unë e kam marrë si fjalë nga Zoti që ta zgjerojmë mbretërinë e Zotit, qoftë me fëmijët, me trinjt, me adoleshentët, por edhe me të rriturit, sepse Royal Rangers nuk është për vetëm për një kategori njerëzish apo fëmijësh, por edhe për të rritur. Unë shikoj burra, plaka, pleq, domethënë që janë shumë entuziastë, marrin atë çantën në krah dhe vinë për kampet në Royal Rangers, janë shumë praktike. Interesante, po unë do doja në fakt të dija nga ju histori suksese. Sa ndryshon jeta atyre fëmijëve që bën pjesë e këtij programi? A ka diçka nga eksperienca juaj për të na treguar? Mund të ndaja unë, po. Fakt kemi një djalë, jo vetëm një, por 4 drejtues që ne kemi ndihmës që vinë ndihmojnë me Royal Rangers, edhe kemi çdo vit ata vinë vullnetar tek ne për të ndihmuar, dhe ata kanë qenë qy fëmijë në këtë kohë në Royal Rangers dhe kanë parë eksperiencën e tyre se si bashkëpunojmë së bashku, kanë qenë jashtë, kanë pasur këtë përvojë, mundësinë për dalur jashtë, edhe kur kanë përjetuar këtë gjë, ata kanë vendosur që të jenë ndihmë me ne, edhe janë akoma kësaj dite pjesë e kësaj kampi ose pjesë e kësaj organizimi që ne kemi. Dhe jam mirënjohës edhe jam falendërues, gjej edhe mundësinë për t'i falendëruar, qoftë Klevisin, Kristosin, Kristin edhe Joelin që na ndihmojnë. Që janë pjesë e stafit tonë. I përshëndes edhe unë dhe ju uroj suksese. Ndërkohë, sa ka ndryshuar jeta e të rinjve të tjera? A shikoni ndryshim? Qoftë në sjellje, qoftë në mënyrën se si e perceptojnë jetën? Po ka shumë ndryshim, sepse i shikojmë ata që i marrin këto përgjegjësi. Na ka ndodhur që kemi pasur shumë të rinj
ose fëmijë mistreca, si themi ne këta çapkënët e lezetshmit, edhe i kemi parë që gjatë këtyre fazave të rritjes, nëse ju jep një përgjegjësi, ata e marrin seriozisht dhe i ndryshon dhe jeta krejt papritur, ata kuptojnë, dhe unë po bëj diçka, ose që kam mjaft të bëj këtë gjë, ose zbuloj një talent të tyrin që nuk e kishim parë, dhe i shikojmë që ata ndryshojnë. Dhe kjo gjë na ka mrekulluar shumë. Do thoshe që pema njën nga frutët. Dhe ato gjërat e vogla ti mund dallosh, ka ndryshuar diçka. Kur shikon fëmijë që bin nga familje që nuk besojnë, e thot dëgjon shokun që ka një problem, po unë do lutem për ty. Edhe lutet aty në grupo, pastaj e merr më një dhe lutet në prape, them beson tek Perëndia, beson te fuqia e lutjes, jo vetëm kaq, por vërtet shikon mirë dashin ka shi tjetrit. Më kuptoni ato gjëra se janë ndonjëherë çështja e besimit është pak i pamatshëm. Shpak e vështirë që të mund ta masësh zemrën e tjetrit. Kemi parë pasaj dhe bashkëpunime në për skuadra, një bashkëpunim vërtet shumë të mirë me fëmijët, edhe një lloj fryme bashkëpunimi dhe falje ndërmjet njëri tjetrit. Unë do thosha, për shembull, në kampe që kemi pasur në jashtë shtetit, më ka bërë përshtypje një herë ku kemi qenë në Serbi, ka qenë edhe Meri, edhe kemi qenë pjesëmarrësi, kemi qenë nga Serbia, nga Maqedonia, nga Bosnia e Hercegovina, Shqipëria, nga Rumania, Bullgaria dhe nga Slovenia. Dhe ke parasysh, edhe nga vende që kemi një historik jo shumë të këndshëm. Edhe kur mblidhesh bashkë dhe shikon që në një skuadër janë 8 veta, të 8 janë nga skuadra të ndryshme. Dhe që merren vesh shumë mirë, kjo është një unitet, po një unitet i prekshëm, i dallueshëm, kaq qartë, edhe thua, unë dua të jem pjesë e kësaj, sepse unë dua të sjell ndryshimin, unë dua të ndërtoj mbretërinë e Perëndis. Po. Sepse ka shpresë. Edhe këtë gjë e kemi parë te drejtuesi, këtë gjë e kemi parë kaq dukshëm edhe tek fëmijët. Lavdi Zotit. Aktualisht pak a shumë, sa fëmijë dhe adoleshent janë pjesë e këtij programi? Ne themi 200. 200 fëmijë. Tani nga zona e Pogradecit, ndërkohë këtë program ju e keni edhe në Durrës edhe në Laç, në mos gaboj? Në Durrës dhe në Laç, po. Dhe në Laç, e keni të shtrirë. Pra jeni pjesë e skuadrave, nuk e kemi përfaqësuesin e Laçit. Si është ideja, si është plani, vizioni? Keni dëshirë që ta shtrini këtë në bashkëpunim dhe me kishat e tjera? Kur e ndërtoi Johnny Barnes si program, ideja ishte që të mund të ndërtonte, të mund të ndihmonte gjitha pastorët e kishave, me qëllim që të mund t'i mbani fëmijët, të ungjillizonin, t'i paisnin ose ungjillizim, mbajtje dhe pastaj dërgim, që se them në këtë mënyrë. Jam vërtet dishepull i Jezusit. Dhe kjo ishte një program, duke qenë se ka kaq shumë aktivitet, sfida, argëtim, është një mënyrë se si ti mbash të rinjtë, jo vetëm kaq, po ti formosh ata si drejtues për të ardhmen. Po. Prandaj ne duam që, domethënë në çdo kishë të Shqipërisë, patjetër me dëshirën e drejtuesve të tyre, të mund të kemi një grup të Royal Rangers. Ne jemi gati për të marrë drejtues nga kishat e tyre dhe për t'i trajnuar që pastaj ata për të vijuar me skuadrat. Jo vetëm kaq, po jemi gati që në vazhdimsi të mund të ndihmojmë me qëllim që se ka shumë pyetje në fillim. Si bet kjo. Janë ato pikpyetje që kemi pasur secili prej nesh ku kemi nisur programin. Derisa ngrihet të gjithë. Struktura. Patjetër, edhe jemi gati për t'i ndihmuar ata. Si vjet ne kemi për të pasur në Korrik, 6 me 11 Korrik në Pogradec, kemi të pasur një trajnim, dhe nuk është vetëm një trajnim specifik për Rangers, por është një trajnim që është edhe për drejtuesit e fëmijëve, edhe për drejtuesit e adhurimit, edhe për drejtuesit bazik të kishave. Po, do ta keni këtë ditë. Jemi të hapur për gjithë, ne këtë trajnim e bëjmë për të rinjtë, me qëllim që në vazhdimsi të rinjtë të mund kishat të mund të dërgojnë të rinjtë e tyre të trajnojnë dhe pastaj këtë frutet e këtij trajnimi të shikojmë pastaj në kishat e tyre. Po. Do kemi edhe një kamp trajnuesi, një kamp trajnimi kombëtar që përmendi Vesterina, është trajnimi bazë. Dhe mbi këtë pastaj bëjnë trajnime të tjera, për shembull, një trajnim në lëvizje, një trajnim me kanoi, një trajnim të ndihmës së parë, një trajnim të alpinizmit. Domethënë janë gjitha këto gjërat, se varet çfarë nevojë ka grupi. Ne tham, për ne është shumë e rëndësishme që trajnerët të mund të trajnohen rregullisht për arsye sepse siguria e fëmijëve do të jetë në nivelin më të lartë. Kur një fëmijë aplikon ose një adoleshent, cilat janë, ka disa kritere që duhet të përmbush, të tipit vetëm leje nga prindëri? Vetëm leje nga prindi, po. Vetëm leje nga prindi, edhe po. Kush janë disa nga sfidat që keni hasur? Se tani është përgjegjësi të kesh këta fëmijë në mbikëqyrje dhe në organizime që u bëni. Ka pasur sfida? Kjo është një pyetje shumë e mirë, po, kemi pasur sfida.
Kemi shumë. Sfida jonë është me të rinjt në fakt që marrin këtë trajnim gjatë gjithë këtyre viteve në moshën 14, 15 deri në 17 apo 18 dhe për shkak të shkollës mundohen të emigrojnë ose të shkojnë nga një qytet tjetër apo jashtë shtetit. Edhe na bie përsëri për të filluar nga e para për të trajnuar drejtues të tjerë. Dhe këto janë disa sfida. Gjithashtu sfida tjetër është që ne në Shqipëri kemi shumë turistë që vinë. Dhe në fakt në vendin ku ne bëjmë kampe, kemi breakdate-it edhe në atë kohë gjatë verës ka shumë njerëz, edhe ne duam t'i veçojmë fëmijët në natyrë dhe t'jenë vetëm. Dhe kështu kemi menduar që kampet i bëjnë ose në pranverë ose në vjesht. Edhe këtë vit kemi organizuar bashkë si skuadra, qoftë Laçi apo Gradeci dhe Durrësi, një kamp në Durrës, në gjirin e Lalësit, dhe kjo do jetë tani në maj. Edhe kjo është domethënë për shkak se e bëjmë më shpejt para se të vinë turistët ose njerëz të tjerë. Kampin e bëni me çadra dhe sa zgjat zakonisht si ditë? Kemi bërë 3 ditë. Keni bërë 3 ditë. Kampet janë të ndryshme, po flasim kampet e trajnimit janë kursisht 4 ditore. Kampet që jemi ndërkombëtare, që jemi kampet europiane apo ballkanike janë 1 javore. Nëse bëjmë kampet vetë varet nga koha dhe ne mund ta bëjmë në fundjavë, mund ta bëjmë gjithë javën, varet. Ndërkohë, besoj keni edhe një bashkëpunim konstruktiv me prindërit, as diskutohet. Patjetër. Është në momentin e parë që ne marrim lejen, është bashkëpunimi, është prezantimi tek ata. Jo vetëm kaq, po nuk e di, unë mund të flas personalisht që ne kemi pasur shpesh prindë që qenë të gatshëm, i ka pëlqyer, ua sa bukur, po pëlqen, a mund të përfshihem dhe unë, a mund të ndihmoj dhe unë. Okej, unë kam një tokë, mund ta përdorni, është mjaftueshme që të ndërtoni çadrat tuaja, janë këto gjëra të vogla, më këto që tregojnë që ata janë entuziastë dhe që janë bashkëpunëtorë. Nuk e di për Estelina Ymeri si ka qenë. Kurse për neve ka qenë shumë e frutshme, sepse prindrit, lidhjen midis fëmijëve dhe prindërve, jo vetëm kemi që bëjmë vizitat tek ata, kemi përdorur si ur lidhse që t'i afrojmë ata me ne, t'i miksojmë me ne, po shpeshherë kemi ftuar në programet, aktivitetet që bëjmë brenda kishës, dhe ata janë shumë entuziastë kur shikojnë se si fëmijët e tyre rriten në këto faza, piqe ndryshojnë, madje në shumë kampe, prindrit kanë gatuar për ne. Ata kanë mbajtur gjithë kampin me gatim, na kanë sjellë dhe mielin dhe vezët, na kanë sjellë gjëra të mira dhe e bukur është që ne kemi fituar disa prej këtyre prindërve për Krishtin dhe kjo është më e rëndësishme për ne. Kur lidhja jon nga fëmia tek prindi dhe t'i sjellim ata në Krishtin, them kjo është një fitore e bukur. Lavdi Jezusit. Dhe sa vite Royal Rangers në Shqipëri? Nga 2007. Si i bie 2007, 2025, 18? 18 po. 17 me 18. 17-18 vite. Goxha eksperiencë. Kështu që unë lutem edhe besoj fort që Royal Rangers në fakt duhet që të shkojë edhe në qytete të tjera, të keni më shumë bashkëpunim me kishat. Është e lutja jonë. Edhe jonë. Shpresoj që në përmjet programit kemi pak reagim, kemi njerëz që janë të interesuar. Mund na shkruani në Facebook tek Royal Ranger Albania ose pse jo tek numrat e kontaktit që ndoshta dalin te titrat. Po, atëherë një kishë që është e gatshme të bashkëpunojë dhe të ketë një skuadër, të ngrihet një skuadër me këtë emër. Pra, mund t'i jepet mundësia që të nisi diçka në Tiranë, thjesht duhet kontaktoj fillimisht me ju? Duhet kontaktoj sepse gjithë ata që duan të marrin pjesë, ata duhet të jenë pjesë e trajnimit. Po, fillimisht sigurisht do trajnohet dhe është proces. Po. Sa shumë për të folur për Royal Rangers. Po m'pëlqen edhe mua. Po mund të na bashkohesh ndonjëherë. Me shumë kënaqësi. Unë ju falenderoj shumë, besoj që ne kemi sjell një esencë të gjithë asaj që ju organizoni edhe bëni. Edhe sa bekim të dëgjojmë që unë s'kisha dëgjuar në fakt asnjëherë për Royal Rangers. Edhe befasohem dhe kur shoh se sa shumë njerëz në Zotin ka që punojnë, e brezi që po ngrihet një brez me vlera. Po rritet me fjalën e Zotit. Ashtu besoj. Po. Amen. Shumë faleminderit. Kënaqësi. Faleminderit. Shumë bekime, shumë suksese, do të dëgjohemi sërish në të tjera programe, ndërkohë miqin e kemi ardhur në fund të programit ton, si gjithmonë ju uroj të kaloni një fundjavë të bukur, plot me bekimet e Zotit, edhe unë ju inkurajoj që të vazhdoni të qëndroni, sepse Zoti më i madhi është në krahun tuaj. Kur ai është me ju, askush nuk është kundër jush. Kalofshi bukur, takohemi të shtunën e ardhshme.